Edhe gërbetçarët kena mi këty në Kosovë me këto vende kaq të bukura. Është ora 10 dhe na po nisëm për pjesht të bukura të Deçanit. Kemi ardhur në Belle Resort dhe po dojmë ju kallëzu qysh mundeni mi kalu 24 orë këtu. Që është dhoma që e kena rezervuar, e dëna po. Edhe nëse më gjeni mu, e dere që më e rëndësishme se dhoma është pamja. Disa prej aktiviteteve që mundeni me vu këto. Ushqimi është bio dhe disa prej përgatitjeve mund të shmi pa në kuzhinën e jashtme. Çka e bën hala më atë mirë është përgatitja në furrë të drunit. Qa po përgatitet tash? Përgatitet një deqenik i vogël. Para më do përgjitëm shtë në e që në 1000 metra lartësim lidetare. Hajde më pa. Edhe ekstra mundesh me organizu dark, fejes, se qka do që ki ndonjë event rëndësishëm. Dreken e kana me pamje prej këto. Me qiru. Padoket, hajnderet. Hajnderet. Do të kur kena ndri, e kom po dika që ka porosit Skënderbeg edhe si e kom po e kom di që të me porosit, nëse shumë kom lak mu. Belle Resort përveç pamjeve të bukura mban edhe shumë histori mbrapa. E kemi vizitu edhe kullën e Demush Tahirit. Ndër vite, kjo kullë është djeg 5 herë nga Armiqt. Me vizitu edhe odën e burave. Qka pulim të brenda? Vita më se pi kushëre. Hasan Beqiri. Po më do këtë duhet edhe njëherë me këshirë trungun familjar. Radhen e ka parku e aventurave. Shojmë që apë napret. Une ushtroj po me drejt peshim si kom pun të heq mirë, kështu që pak fotut në ta shojmë shpjata. Kjerare marrë Vasërvaldën. Që kjo është pamja dhe na jena të shku tash këto të parku. Parku i aventurave dhe krejt të sfida do të mi kalu. Ta shojmë që shpja dal. Okej, para se me fillu, normali veqim pajisjet e sigurisë. Sfida filloj, kështu që urojmë një sukses. Suksesa. A ka dikush rekord për sa e ka krya jo? Me siguri po, ma ti si ajo. Sa? 11 minuta. 11 minuta në gotë të vita! E për para, kur jam kohë fmi, kom këshirë kinez, dhe që si avantura, që i pari... që ke me e shtirë. Fak. Qka mbet me rekord, Vita? Deri shtash ajo ke me e shtira që e ka ljula ma njëra. Qëka po më nga? Gjyrat e qelë dhe shumë bukra vëdoni. Vesh mos me haru me bo grimosa dhe unë e ftyrë. Nuk shifësh, më së dush. Shtila.
A mu I mungoj qëto me 2 dorë ma letë në vjetë? Po, hajde ti. E heka kume. Okej. Trece e heka kume. Po do m'ju tregu edhe villën që është për 5 deri në 7 persona, në këto normal se kena marrë se jena veç 2. Si 2 po si 200. Kjo është villa prej mrenda, edhe pamja fantastike në krejt antë. Edhe s'dija keni qyrë në Google Earth, është 997 metra dhe 1. Jemi bërë gati dhe tash me dalim më në darken. Pikërisht në këtë vend këtu. Me këtë pamje Këto. këtu. Te rezorti janë edhe 2 salla ku mundeni me shiju drekën edhe pamjet e bukra. Zuar vita. Zar, patre. Dorën e kam të mësume për gotë birës. Ha, zotan, se ndo. Nuk është kompromis I keq. Gëzuar. Gëzuar. Ushqimi është krejt bio, na kemi vendos me marë salat, ramstek edhe muskujviqe. Po kur vjen, mos e le pa e marë sofrën tradicionale. Me mëngjes, ne na quhet, pash po dalim ongër mëngjesin. Fatre ka zbulu qëtë kafe, tash e shas po na bën skleka prap. Sklega? Këthejt e parë ka aventurave të regajtëve. Po që të mirë. Ua, sa e mirë. Gjatë kohës sa u përgadit fliam, tregun që mazën e përgadisin vetë, me qumshtin që e marrin prej lopës çdo mëngjes. Edhe... Vita, uri me punën e re. Po, edhe unë I luta nëse mëj sa është herët e kena kalu natën këtë, I luta nëse mëj më ardhe dhe me mje lopën. Kështu që hajde të shkoj me mje lopën për herë të parë. Mozën e keni prej meje sot. Okej. A që ashtu të krejt, duq me kapa? Ja, s'po di. Kjo është një mënyrë perfekte që mundesh mi kalu 24 orë në Bel Air Resort. Një vend që ja vlen pa tjetër me vizitu. E na gjithsesi kena mu kthy prap. Ciao!